Lagjet në Vlorë vazhdojnë të jenë problematike përsa i përket investimeve të brendshme. Banorët ankohen për mungesën e vëmendjes nga pushteti, ndërsa thonë se zyrtarët shkojnë tek ta vetëm kur ka zgjedhje. Rrugë të pashtruara që në dimër bëhen të pakalueshme, e në verë të mërzitshme nga pluri. Mungesa e ndriçimit ua ka vështirësuar po ashtu jetën. Ky ishte fokusi me banorët e lagjes Hangarët, një nga lagjet e vjetra të Vlorës, me të cilët Klevis Kaso, kandidati i Partisë Socialiste për deputet në qarkun e Vlorës, organizoi takimin e radhës. Është një paralelizëm shumë i thjeshtë, ta bëjmë një diskutim të thjeshtë. Kur do të restauroj dikush shtëpinë, merr një shtëpi me qira, ose shkon në një vit dhe pret që ato 3 muaj sa të restaurojsh shtëpia me paturim. Është një gjë për qytetin. Ne po kemi kantier që i andej, po bëhet projekt i kësaj siç do kuptoj në një vit tjetër më shumë punë që ne kemi 24 orë ujë. Do vepra kaq të mëdha siç është Romania 3, aeroporti, tuneli, rruga e Patmave që është pranë rajonit tonë, rruga që do bëhet rruga e Regje Pushtrim. E gjitha ato funksionon vetë. Kandidati i Partisë Socialiste për deputet në qarkun e Vlorës Klevis Kaso dëgjoi edhe banorët e zonës së Hangarëve për problematikat që ata kanë e që përgjithsisht lidhen me infrastrukturën rrugore, për të cilat ai premtoi se do të bëjë më të mirën për të ngritur dhe zgjidhur problematikat që banorët i kanë.